Horoskopi ditor, 29 prill. Një vendim mund të ndryshojë më shumë nga sa mendon. Jo çdo vendim duket i madh në momentin që e merr, por 29 prilli është një nga ato ditë ku edhe zgjedhjet më të vogla mund të kenë pasoja të mëdha. Disa shenja do përballen me situata që kërkojnë reagim të shpejtë, ndërsa të tjerat mund të ndjejnë një shtysë të brendshme për të ndryshuar diçka që kanë shtyrë prej kohësh. Nuk është një ditë për të vepruar pa menduar, por as për të qëndruar në vend. Ajo që zgjedh sot mund të ndikojë drejtimin e ditëve në vazhdim. Akrepi. Një ndjenjë që ke pasur prej kohësh mund të rikthehet më e fortë dhe këtë herë nuk mund ta injorosh më. Një situatë që dukej e paqartë fillon të marrë formë dhe kërkon një vendim të qartë nga ana jote. Në punë, një zgjedhje mund të vendosë përballë një rrugë të re që kërkon guxim. Në marrëdhënie, një bisedë mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e fshehur. Mos e shty më atë që e di se duhet ta përballosh. Është një ditë për të qenë i sinqert me veten dhe për të marrë kontrollin. Nëse zgjedh të veprosh me qartësi, do të fitosh një avantazh që do të ndihet edhe në ditët në vazhdim. Dashi. Një mundësi për të ndryshuar diçka që të ka lodhur prej kohësh mund të shfaqet papritur dhe nuk duhet ta humbasësh. Një situatë që dukej e mbyllur mund të hapet në një mënyrë që nuk e prisje. Në punë, një vendim i shpejt mund të të çojë drejt një rezultati pozitiv nëse vepron me besim. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të të bëjë të reflektosh për një zgjedhje që ke bërë më parë. Mos e injoro këtë ndjesi. Është një ditë për të vepruar, por me mendje të qartë. Nëse arrin të balancosh impulsin me logjikën, mund të ndryshosh rrjedhën e një situate që dukej e bllokuar. Binjakët. Një vendim që duket i vogël në fillim mund të ketë një ndikim më të madh nga sa mendon. Një situatë që të duket e zakonshme mund të fshejë një mundësi që nuk duhet ta anashkalosh. Në punë, një ide e re mund të të çojë drejt një ndryshimi që sjell përfitime. Në marrëdhënie, një bisedë e thjeshtë mund të të bëjë të kuptosh diçka që nuk e kishe parë më parë. Mos u nxito, por as mos e shty atë që duhet bërë. Është një ditë për të analizuar dhe për të vepruar në momentin e duhur. Nëse arrin të lexosh situatën siç duhet, mund të marrësh një vendim që të çon përpara. Peshqit. Një ndjesi e fortë mund të të shtyjë drejt një vendimi që e ke shmangur prej kohësh. Një situatë që dukej e paqartë fillon të marrë drejtim dhe kërkon një përgjigje nga ana jote. Në punë, një zgjedhje mund të të çojë drejt një rruge më të qartë nëse ndjek intuitën. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të të bëjë të reflektosh për ndjenjat e tua. Mos e injoro atë që ndjen. Është një ditë për të qenë i sinqert dhe për të marrë vendime që të afrojnë me atë që dëshiron. Nëse vepron me qartësi dhe besim, mund të krijosh një ndryshim të rëndësishëm. Demi. Një situatë që ke lënë pezull mund të kërkojë një vendim të menjëhershëm dhe këtë herë nuk mund ta shtysh më. Një mundësi që duket e vogël mund të jetë më e rëndësishme nga sa mendon në fillim. Në punë, një zgjedhje e kujdesshme mund të të japë stabilitet për ditët në vazhdim. Në marrëdhënie, një bisedë mund të të vendosë përballë një realiteti që duhet ta pranosh. Mos u kap pas rehatis vetëm sepse të duket më e sigurt. Është një ditë për të dalë nga zona e zakonshme dhe për të bërë një hap që mund të ndryshojë drejtimin. Nëse zgjedh me qartësi dhe pa frikë, mund të ndërtosh diçka më të fortë për të ardhmen. Gaforja. Një ndjesi emocionale mund të të shtyjë drejt një vendimi që e ke shmangur për të mos u përballur me pasojat. Një situatë që ka qenë e paqartë fillon të bëhet më e qartë dhe kërkon një reagim nga ana jote. Në punë, një zgjedhje mund të ndikojë jo vetëm tek ti, por edhe tek të tjerët rreth teje. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të të bëjë të kuptosh diçka që ke ndjerë prej kohësh. Mos e shtyp atë që ndjen. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të marrë vendime që janë në përputhje me emocionet e tua. Nëse vepron me sinqeritet, mund të krijosh një ndryshim të vërtetë. Peshorja. Një zgjedhje që ke shtyrë mund të rikthehet në vëmendjen tënde dhe këtë herë nuk do të mund ta shmangësh. Një situatë që kërkon balans mund të bëhet më e vështirë nëse nuk vendos kufi të qartë. Në punë, një vendim mund të ndikojë në mënyrën si të tjerët të shohin.
Në marrëdhënie, një bisedë mund të të detyrojë të jesh më i sinqert nga sa ke qenë deri tani. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Është një ditë për të menduar për veten dhe për atë që të bën të ndihesh i qetë. Nëse vendos me qartësi dhe pa hezitim, mund të shmangësh një situatë që do të bëhej më e ndërlikuar. Bric japi. Një përgjegjësi e re mund të të vendosë përballë një vendimi që kërkon maturi dhe qartësi. Një situatë që dukej e qëndrueshme mund të ndryshojë nëse nuk merr një drejtim të saktë. Në punë, një zgjedhje e mirë menduar mund të japë stabilitet afatgjatë. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të të bëjë të kuptosh rëndësinë e një personi në jetën tënde. Mos e nënvlerëso atë që ke ndërtuar deri tani. Është një ditë për të marrë vendime që mbështeten në përvojë dhe jo në impuls. Nëse qëndron i fokusuar dhe i qartë në qëllimet e tua, mund të krijosh një bazë më të fortë për të ardhmen. Luani. Një situatë që kërkon vendosmëri mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje që nuk mund ta shtysh më. Një moment i papritur mund të të tregojë se është koha për të vepruar. Në punë, një vendim i guximshëm mund të të japë një avantazh që nuk duhet ta humbasësh. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë mënyrën si të tjerët të shohin. Mos e mbaj veten pas nga frika e gabimit. Është një ditë për të treguar forcën dhe për të marrë kontrollin e situatës. Nëse vepron me besim dhe pa hezitim, mund të krijosh një ndryshim që do të ndikojë pozitivisht në vazhdim. Virgjëresha. Një detaj i vogël mund të bëhet vendimtar dhe të shtyjë drejt një zgjedhjeje që nuk e kishe menduar më parë. Një situatë që dukej e zakonshme mund të marrë një kuptim më të thellë nëse e analizon me kujdes. Në punë, një vendim i saktë mund të të ndihmojë të shmangësh një gabim që do të kishte pasoja më vonë. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të të bëjë të reflektosh për atë që është vërtet e rëndësishme. Mos e injoro atë që sheh dhe ndjen. Është një ditë për të menduar me qartësi dhe për të vepruar me kujdes. Nëse lidh detajet siç duhet, mund të marrësh një vendim që të sjellë përfitime reale. Shigjetari. Një mundësi për ndryshim mund të shfaqet në një moment të papritur dhe kërkon një vendim të shpejtë. Një situatë që duket e zakonshme mund të jetë çelësi për një drejtim të ri në jetën tënde. Në punë, një ide e re mund të të shtyjë drejt një zgjedhjeje që sjell përfitime. Në marrëdhënie, një moment i thjeshtë mund të të bëjë të kuptosh diçka që nuk e kishe parë më parë. Mos e humb këtë mundësi duke hezituar. Është një ditë për të vepruar me guxim dhe për të ndjekur atë që ndjen. Nëse merr vendimin në momentin e duhur, mund të hapësh një rrugë që të çon drejt diçkaje më të madhe. Ujori. Një ide e papritur mund të të çojë drejt një vendimi që ndryshon mënyrën si sheh një situatë. Një moment reflektimi mund të të ndihmojë të kuptosh se është koha për të bërë një ndryshim. Në punë, një zgjedhje kreative mund të të japë një avantazh që të tjerët nuk e kanë. Në marrëdhënie, një bisedë mund të të ndihmojë të shohësh gjërat nga një këndvështrim tjetër. Mos u kufizo nga mënyra e zakonshme e të menduarit. Është një ditë për të qenë i hapur ndaj ideve të reja dhe për të marrë vendime që të çojnë përpara. Nëse beson tek ajo që mendon, mund të krijosh një ndryshim që do të ndikojë në vazhdim. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën vendimin nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.